Esmeralda Franja një tjetër titull kampion në duart tuaja fillimisht, por të ekipit. Besoj që edhe sot ka shumë emocione tek ju. Po, natyrisht jam shumë e lumtur për këtë sukses, sepse është puna e vazhdueshme që ekipi jonë ban me lojtarët edhe me ekipin, e natyrisht që suksesi nuk mund mungoj asnjëherë. Edhe këtë vit natyrisht u shpall me kampion. Them drejtën, nuk ka qenë as pak e lehtë, por në fund triumfuam dhe ja ku jemi këtu edhe një herë me trofeun në duar. Duket se çdo vit ka kundërshtar të ndryshëm, por Vllaznia është ajo që triumfon gjithmonë. Po, çdo vit hapet një ekip i ri për të mundur Vllaznin, po asnjëherë nuk e kanë shansin që t'ja rrëmbejnë vendin e parë, sepse Vllaznia ka shumë vite, siç e thash më përpara, që punon, e natyrisht që me një vit punë nuk mund ta muin Vllaznin. Shumë kush është rritur me sportin, ndërkohë që Esmeralda Franja është rritur me titull kampion. Natyrisht një kënaqësi e veçantë. Patjetër, sidomos që të jem kampione në qytetin tim, është një emocion shumë i veçantë për mua dhe shpresoj që këto suksese mos mungojnë asnjëherë dhe të vazhdojmë me tutje të kërkojmë shumë edhe pse jo në Europë të arrijmë suksese siç kemi arritur para 3 sezonesh të kualifikohemi si 16 ekipet më të mira. Shumë suksese këtë sezon. Sportistja më e mirë e Shqipërisë, kampione e Shqipërisë. Çfarë ka mbetur pa realizuar Franja? Besoj se gjitha gjërat i kam realizuar. Se di, kam bërë ndonjë gjë për të realizuar këtu në Shqipëri, por nuk e di, çdo vit ka një objektiv tjetër dhe natyrisht vitin tjetër synojmë për më shumë normalisht. Këto pyetjet e dedikimit janë zakonshme edhe për ju. Natyrisht këtë titull ja dedikoj familjes, gjithë ato që na mbështesin e natyrisht tifozave Shkodran. Faleminderit. Suksese. Faleminderit.